Përshëndetje të dashur shikues, jeni fiks në kohë me mua, Kushtrim Bekollin, mirë se erdhët edhe në një tjetër ditë bashkë me mua. Jemi, nuk e di pse se mora një shiret me prej përfundimisht muajin janar, jemi në fund të tij, sepse me të vërtet edhe në bazë të shikuesve, por edhe nga provoja personale dihet që muaji më i gjatë i vitit është muaji janar, por ja që erdhëm dhe në fund të tij, por nuk erdhëm në fund të emisioneve, sepse është vetëm muaji i parë bashkë me mua dhe fiks në kohë që kemi sjell mysafir të ftuar, kemi sjell energji dhe lajme të shumta të cilat vinin jo vetëm nga koha.net, por vinin edhe nga bota virale e rrjeteve sociale. Por para se të kalojmë tek punë tjera, si zakonisht dhe si rëndom, i kemi titujt, disa prej titujve kryesor të koha.net-it, por edhe prej videove të cilat vinë nga bota virtuale. Jemi mundu me sjell diçka që me të vërtet na prek të gjithëve. Tifoz spanjoll me flamurin anti-Kosovë, klubi serb i ka falendëruar tifoz të skuadrës spanjolle Celta Vigo. Tifoz, nëse mundi mi thonë tifoz, një grupi i disa personave kanë shpalosur të enjtën mbrëma një flamur anti-Kosovë në ndeshjen ndaj Crvena Zvezdës në Beograd. Bëhet fjalë për banerin me hartë Kosovës dhe me flamur të Serbisë, mbi të dhe mbi shkrimin nuk ka dorëzim. Nuk ka dorëzim shkruaj edhe më herët edhe në veri të vendit, por kemi kuptu që janë dorëzuar para se të nisej ndeshja. Mediat serbe kanë kushtuar shumë hapësirë shfaqjes së flamurit në pjesën ku ishin tifozë spanjoll në ndeshjen e Ligës së Evropës në futboll, ndërkohë që klubi serb normalisht i ka falendëruar tifozët e Celta Vigos përmes një postimi në rrjetet sociale. Nuk ka dorëzim, faleminderit Celta, ka shkruar klubi serb i njohur për qëndrimet anti-shqiptare dhe anti-Kosovë, po ashtu tifozët spanjoll kanë bërë thirrjen Kosova-Serbia pas fundit të ndeshjes në Beograd. Videon e keni në koha.net, nëse ka dikush interesim për ta dëgjuar atë. Ne nuk si rëndom këto thirrje kore raciste, nuk i publikojmë, por paka shumë i komentojmë, e po besoj që së shpejti do të ketë edhe reagime nga institucionet të cilat duke në gjumë përfshir ato institucionet edhe të futbollit vendor. Nga kjo Gjuruldi në Marakana, nëse s'gaboj, është stadiumi i Crvena Zvezdës në Beograd, kokteje pesticide shpërbëjnë mollet në gjithë Evropën, ka zbuluar një studim. Grupet mjedisore kanë ngritur alarmin pasi kanë gjetur koktej të shumë të pesticideve toksike në mollet që shiten pothuajse në gjithë Evropën. Pan Europe, një koalicion i OSCE-ve që bën fushat kundër përdorimit të pesticideve, ka analizuar 60 lloje të mollave të blera në 13 vende evropiane, përfshirë Francën, Spanjën, Italinë dhe Polonin për mbetje kimike. Sipas organizatave, 85% e mostrave përmbanin disa mbetje pesticidesh, ndërsa në disa mollë gjeten gjurmë deri në 7 kimikate të ndryshme. Pan Europe ka këshilluar konsumatorët të blejnë mollë organike ose të qirojnë mollet e kultivuara në mënyrë konvencionale para se të konsumojnë ato. Ka dhe statistika tjera që i gjeni në koha.net. Nga mollet evropiane përqëndrojnë përsëri në Evropë, sepse atje Franca nuk po gjenë qëtësi, ka pasur një organizim më masiv sa i përket protestave, ka ndodhur edhe përleshje mes zjarfikësve që protestonin për kushte të këqija të punës dhe policisë në qytetin e Lillit në Francën veriore. Qindra zjarfikës në Francë mbajtën demonstrat në Lill në përgjigje të kushteve të këqija të punës. Zjarfikësit të veshur edhe me uniforma mbanin goma automjetësh, shkaktuan ndërprerje të trafikut duke hyrë në rrugët kryesore të Lillit. Zjarfikësit duke reaguar ndaj mungesës së stafit dhe kushteve të rënda të punës
punës, vazhduan protestat e tyre përpara ndërtesës së shërbimit rajonal të zjarrfiksjes dhe shpëtimit. Ata i vunë flakën kazaneve të mbeturinave në rrugë dhe përpara ndërtesës, si dhe gomave të automjeteve e sendeve të ndryshme. Policia ndërhyri me gaz lotësjellës kundër zjarrfiksëve që përpiqeshin të hynin në ndërtesë. Gjatë ndërhyrjes së policisë, e cila përshkallzoi tensionet, ndodhen edhe përleshje midis oficerëve dhe zjarrfiksëve. Një pamje thuajse e rëndom tashmë që po vjen nga Franca paralelisht dhe me fermerët e saj na tregon që protesta mund të jetë njëra nga mënyrat më të mira për të shprehur pakënaqësitë apo për të arritur edhe synimet e qoftë të zjarrfiksëve, qoftë të fermerëve, nëse ju kujtohet ka qenë dikun 1 cent, nuk e di, nuk jam shumë i sigurt, po 1 cent është shtrejtuar nafta për fermer dhe dim se çfarë ndodhi edhe parlamentit francez atje, i cili u mbush me bajgat të kafshëve. Kthehemi pak në vendin ton, atje ku një video viral është bërë në rrjetet sociale, ku kinse e dashura i thotë të dashurit më dërgojnë në një vend shumë të shtrenjtë dhe i dashuri vendos ta dërgojnë në zyret e Kecit, aty ku faturat e energjisë elektrike së fundi janë duke shpërthyer në mënyrë enorme dhe dje e patëm edhe temë kryesore të ditës ku Kesko kërkonte edhe për 21.3% të shtrenjtohej edhe më shumë energjia elektrike. Kështu që u prit jashtëzakonisht mirë në rrjetet sociale dhe mua më pëlqeu për atë arsye edhe e sollëm këtu. Nga vendi më i shtrenjtë në Kosovë po ikim, po kuptojmë diçka për karrigën më të madhe lëkundëse, e cila ka fituar ose është bërë pjesë e rekordit Guinness. Bëhet fjalë për një karrigë e cila është dikun 17.09 metër e lartë dhe 9.99 metër e gjerë, krijuar nga Jim Bollins nga Amerika. Libri i rekordeve Guinness është trishtuar të mësoj për ndarjen nga jeta të Jim Bollin, krijuesit legjendar të gjërave të mëdha në një qytet të vogël. Pra kjo karrige është pikërisht punim i tij dhe rekordi Guinness e ka kujtuar përmes kësaj video, sepse Jimmy nuk është vetëm krijues i kësaj karrige, por edhe i shumë objekte të tjera jashtëzakonisht të mëdha, por karriga siç duket ka mbetur përjetësisht jo vetëm në librin të Guinnessit, por edhe në kujtim të Jim Bollins të Amerikës. Nga karriga më e madhe kthehemi edhe ikim të kuptojmë diçka nga një president, bëhet fjalë për presidentin e Argjentinës, i cili si rëndom din të na gazmoj me një farë forme. Kjo që po e shohim është një duet së me ish të dashurin e tij, performanca e presidentit Argjentinas Javier Milei në një skenë shfaqe në kryeqytetin Buenos Aires. Kanë gjallur debate të shumta në vend. Është një performancë e papritur e presidentit, e cila u bë shpejt virale edhe në mediat sociale. Milei ishte i ftuar në shfaqje ku merrte pjesë edhe ish e dashura e tij Fatima Flores. Presidenti i Argjentinas u ngjit në skenë dhe filloi të këndonte së bashku me ish të dashurën, kështu që duke një viralitet i veçantë, ashtu siç din vetëm ai të na tregoj, por për shikuesit, për ata persona që nuk e dinë saktë se kush është ky person, e kemi edhe një video dhe po e përmbyllu me video virale. E kemi videon kur ai garante për të bërë president i Argjentinës dhe u bë shumë i famshëm me motorsharën. E kemi pamjen këtu në ekranet e juaja televizive ku dilte dhe tregonte që përmes edhe motorsharës do të mundohemi që ta ndalim atë inflacionin, humbjet e shumë çka tjetër. Kështu që presidenti i Argjentinas me të vërtetë mbetet një ikonë e viraleve të mia, sepse më pëlqen se si i drejtohet popullit. Për pak është Edi Rama, veç edhe një shkollë ma lartë ose ma poshtë, për pak Edi Rama. Mirë, të tashmë shikues, sot e kemi temën e ditës, a jeni gati për vikend, e di që shumicës veç i kanë dalë pagat, pjesa e tjetër nuk e di se ku do të shkoj ose çfarë do të bëj. Gjatë 2 javëve kemi sjell edhe mysafir që na kanë treguar ku mundemi me shku për turizëm, ku mundemi me shku për ecje, për bjeshk, për male, për fushat tona të bukura, të mira edhe të gjelbra, të cilat momentalisht mund të jenë edhe me balë shkaku i shirave të shumta, por sot tema është a jeni gati për vikend. Numrin e keni në ekran, në Viber Press me më thirrë dhe me më tregu se ka keni me jam sy me një farforme, por
para se të nisim marrjen e telefonatave, po e paralajmëroj edhe mysafirin, mikun tim Shpendlirin, i cili duket pak i lodhur në prapa skemo, besoj që do t'i japim energji përmes kësaj tavoline. Mos e ndroni kanalin, për pak minuta nis biseda në studio. Ja ko këthym të dashur shikues në pjesën e dytë të emisionit, pjesa ma e preferume imja, sepse le të themi kështu sillet gjithçka rreth personit që e kemi ftu. Kësaj here, e thashën më herët, Shpendlila, përshëndetje Shpend. Kushtro, përshëndetje edhe ty. Mirë se erdhe Fix & Co. Urime për këtë kapitull të ri. Faleminderit. Dhe me diun tjetër, kënaqësi gjithmonë. Që ne 10 vjeç bashkëpunojmë. Po, Fix le të themi kështu pe bashkëpunëtor më të vjetër me mu, por nuk je ma i vjetri, i patëm edhe disa më herët, kur po më thu 10 vjetë, po më duket vetja se mi post janë 40-50 vjetë. Vishë më sarra që pi pandemisë shkun 6 vjetë më shkën krys për më hen. Që kjo është problemi. Për pandemia 6 vjetë, që po thëmë jo se ke javën e mujën e kalum. Ose vitin e kalum, diçka e tillë. Mirë, Shpend, di që jo mundumet, në fakt edhe kemi komuniku sa ke qenë në një vend i cili hapi një shtek të ri për studentët e teknologjisë. Kështu edhe e kom qujt Shpendlila dhe shtigjet e reja për studentët e teknologjisë, për studentët shqiptarës, për studentët që jetojnë dhe veprojnë në vendin tonë. Për shikuesit, ku je konë, qysh ndodhe që me u hap edhe ai vend për neve, për të rinj dhe të rejat që për një me kanë brumë edhe kanë interesim me mësu diçka të re. Po, në fakt unë isha në Taiwan, në kryesetën e Taiwanit në Taipei, një shtet që tash sfundi e njohim shumë, për shkak se është bolla temë globale, për shkak të kërcënimeve të Kinës, një shtet që prej mas luftës dytë botërore është një farforme provincë, në fillim ka qenë mbrojtur edhe prej Amerikës, është hala, po që një farforme janë të pavarësuar prej Kinës, e kanë pasaportën e vet, jo provincë e Kinës, megjithatë është shtet demokratik, përkundër Kinës që është shtet komunist, me cilët Kosova ka raporte shumë të mira interesant. Janë shumë largë, janë 12.000 kilometra prej Kosovës, të më thonë në aeroplanit merë diko 4 motor, 5 motor prej Vjenës, po që raportet e mira ka me Kosovën është edhe për shkak të ndikimit Amerikan ndër vite. Unë jam çudit në momentin kur kam pas më u thu, rastisht të kom pa lajme që na kish hek edhe vizat. Thonë që kështu që ma herët ka qenë shumë probleme, është desh me shku qoftë në ambasadën e Kinës në Beograd, se dikun tjetër, edhe ka qenë shumë e vështirë, po që i ka largu vizat edhe është një farë miqësie interesante mes popullit tajvanez edhe shqiptar të Kosovës këtë rast për këtë mundësit. Ne kemi pranu në ICK, një delegacion për një 20 kompanive Tajvanit para 3 vjetë, me cilët kemi nënshkruar marrëveshje bilaterale për bashkëpunime në fushën e teknologjisë, informacionit, komunikimit, se janë tepër të avancuar. Do të thonë kryesisht qytetarët e Azisë të lartë me Japoni, me Taiwan, me Kinë janë mbajagi përpara, po këta e kanë, më thonë, specialitet semikonduktorët ose gjysmëpërquesit që njihen, do thonë tash si pjesa përbërëse e secilës pajisje teknologjike, prej laptopave deri te satelitat e secilës pajisje shtëpiake. Do thonë një numër 1 në botë. Na kemi arritur në vitin 2024 me pas një marrëveshje me talmyshje me bashkëpunim mes kompanive, edhe na patëm premtuar që kanë mi hap qëto mundësit për trit për me mësu në zanatën, po them, inxhinerinë e semikonduktorëve, po që ate kanë qenë edhe si shtet bajagi mbyllën karsh jashtë, edhe japonesët janë njëjtë. Domethënë nuk janë konë shumë tapt, e kanë marrë për vete, zotën edhe që kjo konë që e fa recepti që ju ka dhonë përparësinë globale. Tash ti njëhet si chip diplomacy, i thonë Taiwanit. Domethënë është nëse nuk po mundet me bo boll Kinës me ushtri, edhe pse ka të fort boll edhe vet, po krahasim me Kinën shumë dot. Këta po e quajmë si chip diplomacy, ku me qipa këta po e mbrojnë vetë për shkak se çata qipa i furnizojnë edhe Apple, edhe Intelin, edhe Nvidian, edhe kompani tjera. Kështu që në farformë interesi ekonomik i kompanive amerikane e mbrojnë në farforme jo ushtarakisht në mënyrë që me qenë. Fatmirësisht mu më njoftuan atje sa kesh, është një institut që i ka një 3.000 inxhiniera me cilët na si ICK kemi marrëveshje, që në fund e kanë shtuar edhe Kosovën në listën e vendeve me kriterën për me përfitu për bursa. Edhe unë e publikova sa kesh në Taipei, edhe për ata që për në ndjekin studentat, më rëndësio me qenë student i regjistruar, natyrisht kërkohet me qenë pjesën e mekatronikës, inxhinierisë elektrike, po bursat që ata po japin për studentët e Kosovës janë bursa 3 deri në 6 muaj për shkëmbim,
ose full, do të thonë komplet paketë të studimeve deri në 2 vjet me qëndrim në Taiwan ose në Taipei ose në ndonjë vend tjetër të Taiwanit, dhe mas 2 vjetë mujnë me punu në këtë industrinë e semikonduktorëve ose gjysmë përçuesve në Taiwan. Një mundësi shumë e mirë për të rritë, do të thonë bursat mbulon komplet 100% për Ministrisë të Arsimit të Taiwanit. Edhe natyrisht Kosova, unë e vje vetë e kom vërtetu që është në listë, kështu që secili student që synon me apliku, mundet me zgjedhë Kosovën dhe me vazhdu. Ata na ka siguru neve edhe një kontakt për pyetje përgjigje. Taiwani është 7 orë përpara. Kështu që secili student që planifikon me pyet në t'janis me shkru ka mes nota jonë, mjë që ata me lezu e-mailat më mëngjes. Përgjigjen, mjë që me pas përgjigjen, edhe në të kemi pak dërim në pritje, por na kemi marrë një konfirmim që kanë me munu sa më shpejt për shkak se afati fundit për aplikim po afrohet, edhe kjo nuk ka me qenë viti fundit. Këta shkurt e mbyllën afatin për aplikim, kështu që ke studenta që përna këshyrin sot, në faqet time në LinkedIn ose Facebook mujnë me pa 2 vegza, njona për programin 6 mujor, tjetra për programin 2 vjeqar, edhe me i këshu cilat janë kriteret. Perfekt, shumë interesant edhe shumë një farndjenje e mirë se so ke qenë në Taipei ti, bashkë e lexova atë statusin tonë edhe për një moment e poshtë që edhe një deg këtu e fakultetit e kish hap konkursin që kush do që dëshiron me mësu japonisht e mërit me shku me do të thonë pa pares, qoftë student, qoftë gazetar, qoftë shpendi, qoftë kush do qoftë taj. Disa përparime goxhat mira, jo veç të shtetit, po edhe të personave dhe të njerëzve edhe studentëve që me një apo formën tjetër e kanë shumë ma letë me shpërtyn të reg evropian, edhe ndërkombëtar. U interesova dhënë për qatë kursin japonishës, për shkak se në Japoni kam qenë para 2 vjete, nuk kom rrim me mësu shumë mirë, po fatkeqësisht e para isha hap vetëm për Universitetin e Prishtinës, student ose staf. Kështu që na bjen me prit, po është interesant me ditë. Bashkë dhe unë e lezova lajmin, kishim pasur të shumë shqiptarë që apo dy një japonisht, jam mësoni shqip, falin shqip. Ajo është, by default e kena. Me rëndësi me ditë pas në baziket, kur shkërën, sa ty një vjen shumë interesant. Japonia, Taiwani për dinë anglishën shumë mirë, dhe më thonë, Kinë e ki shumë probleme folë anglisht. Taiwani qyshin shkolla fillore të mesme dhe kanë diasporë shumë të madhe në Amerikë, po që interesant është kjo afrimi i Kosovës me këto shtetet e Azis të lartë, dhe më thonë, nuk ki rast me nina i kanë, jem shumë pak studenta që studuin Tokyo, është Deja Luma që është profesoresh arkitekturës, po ngishta inxhenjerës. Tash po flas për viktivitit kanë fillu njerëz me shku. E vetmja, po them, pengesë është gjatësia e udhëtimit. Po viza nuk ka, Japonia i ka, vizat po i ka shumë thjeshta. Kur kam qenë unë për shembull ku desh me shku në Vjenë me marr, tash kam vënë në Kosovë. Do thonë kushdo që planifikon e ka mundësi shumë mirë. Kjo me bursa është fantastike. Këtë nivel të njohurive që jep Taiwani për semikonduktorët nuk ofrojnë as vendet e Evropës perëndimore. Ata janë numër 1, janë kampionat pa diskutueshëm në këtë industri, edhe është industria që po i mban gjallë ekonomikisht. Vetëm vitin 2025 kanë investuar në industrinë e gjysmë përçuese 250 miliardë. Edhe që është interesant, një pjesë të 250 miliardë e kanë investu në fabrikë të Apple në Amerikë. Më thonë, një farë forme, kjo është një... Edhe mja kënoq pak apetit e Trumpit. Po, edhe është pak... Nashta, mu jam i thonë fishik që na jena së bashkë jemi na. Apo na mbron pak, që se na për ta investojmë, do më thonë e ka hap një plantacion bëjegit madhë në të Apple, për shkak se asnjë prej pishtyne kompanive të mëdhaja, përfshirë edhe Samsungin dhe iPhone-in dhe tjerat, nuk mu e funksionu pa industrinë e semikonduktorëve, e Taiwani ka numër 1 botë edhe kërkesat kryesore të kompanive globale. Një jetë e ki me teknologji, me nxënësa, me studenta, me persona që kanë dëshire dhe kanë brunë për me shpërty. Për Taiwan, a kemi student? A pret që ka me pos numër ka gjatë mirë? Qërë veç nëse një student shkën, ne kemi arrit qëllimin në vitin e parë. Do më thonë nëse një student përfiton, a i mandena shkën si fija qarapas në vitin tjera. Do më thonë se janë njëse ngrenë komunitetit, që tu ka qenë edhe në Japoni fillim, edhe në Amerikë vitet 90. Do më thonë ki pas shumë pak student, po shkën, përparësia kryesore është që për dallim për Japonisë, në Taiwan studime kryen anglisht. Në Japoni dush me ditë japonisht. Më thonë që kjo është përparësia e madhe që na si popull dhe njohim gjuhën angleze, studiat dhe njohim gjuhën angleze, dhe universitetet atje janë shumë amerikane në farë forme në aspektin e gjuhës dhe të metodologjisë. Kështu që është mundësi shumë e mirë. Masi po kërkoj studenta, jot nivelit master,
besoj që duhet me konë fillestari ma i mirë. Nashta po besoj që duhet me konë matematik i mirë, shkencët kompjuterike, diçka me pas një far shlifi, një far talenti, po besoj që 2 vjetë studime me bursa dhe punësi me punu drejt për drejt në industri, është mundësia ma e mirë. Unë i pyta sa kesh atje, tash a keni problem që të rinjia ju i s'pëdojnë me studiu semikonduktorët dhe përlypni tash prej botës, se Tajvani ka 24-5 milion banor, veç Taipei ka 6 milion. Jo, tha qëllimin e kena me u ndërkombëtarizu pak, edhe filozofia është që me ndojnë formatën edhe një rritë për industrinë edhe me shtetet tjera, sidomos me shtetet e Evropës, që ata e kanë ma profert. Kanë edhe përfaqësi diplomatike në këto vende dhe po besoj shumë që kanë talent evropian që mund me thithë. Se kjo thirrje nuk vlen vetëm për Kosovë, edhe vende tjera të Evropës, por qëllimi unë konë që Kosovën me shtunë artistë. Me qenë edhe ne pjesë e qasoj lisës ku mundemi, ose ku mundën studentët me shku dhe me studiu diçka që ndoshta do duheshin vite të tëra, ose nuk e dia do të vinte ndonjëherë. Do një ditë që me dola ajo këtë të në. Jo, po jo se na nuk kemi industri. Ti mund është me pas, me studiu diçka, po nëse nuk mërin që e student me punu me një fabrik gjysmë përquzve, atër është tepër problem nëse dhe i krynë. Po e merë diplom, shkon shpi, po nuk ka që bënë njësa. Qysh është jeta, po du me ditë se tash edhe studentët kushdo që ka me shku, besoj që prej fiksën kohë ka me mësu pak do këfin të ndërshtat. Okej, qërë nësi Gjakovar, me pra Gjakovarve lirish, një, e dyta që ka më konvenej ke shumë pashtu si Gjakovarë që atjen është të ndalume me dhonë bakshish. S'ka bakshish? Jo, s'ka bakshish, nuk gëzën me dhonë, është jashtë kulturore. A në dharë, zbërë me as taksi të asë restorat, është shumë mirë, po na ka vene. Tash, ne kishim grupë disa Amerikanë në Amerikë, shumica shërbime produkteve shkujnë me bakshish 20% që sysh është fakturës. Po atje konsiderohet edhe në Japoni edhe në Tajvan si nënçmim. Nëse jep taksistit bakshishe, e thotë, ka kry punën për qëto, ti e kam nënçmë mu, se unë po do këtë se po të vjen keq, se po ta kry shërbime. Me thonë që kjo e sërët mira, nuk e shtrajt kushtem, nuk e shtrajt, mu me thonë që Taipei është ma e se Pristina nëse del natën me hongër bukës me pi diçka, sidomos pjesën e gjërave ushqimore. Ka, përparësia tjetër është një fjalë në gjuhës angleze prej shumicës të universiteteve. Dallimi, problemi vetëm është koha. Po kur studenti kur shkon në 4 ditë s'ka mujt më rahatu me gjëm, po ata që shkojnë me najt pak më gat e kanë më të lehtë adaptimin. Këta i thonë do që asifar do hapa stjuardezëve i thonë për me ta këfill trunin me orën vete. Për ndryshe është ator për para, po sistemin e kanë tepër të avancuar. U vreke një farë dëroje prej Kinës se ishin vedishëm që nëse e pratmenjen Kina nuk kanë pështem. Në më thonë, ishin gati për qatë sen, so keshën në Taipei 4 herë në erdha alarmi për drills, bëjshin ushtrime nëse rastisht sulmën, ku me shku, ku me hi, ishin të investu shumë në bunkera e sen tjera. Kjo është natyrisht mos mi friksu studenta që dojnë me shku, për shak se kjo nuk ndodh shpejt. Edhe u shike një prezencë madhe amerikane, jo ushtarake, po diplomatike, kompanive që po shtetet e zhvillume dhe shoqëni të avancume nuk ja lojnë rastit kur gjë. Me thonë, nëse qet një alarmë dhe vikën telefonin radios për 5-6 km rreth hotelit, ata veçën të bu ushtrime se nuk i lojnë rastit kur gjë. Edhe që ishin gati me mbrojt, për shembull 50 miliard ke investimi në ushtri. Për rap nuk mund mi bo kur gjë Kinës. Megjithatë, e kanë qatë asi. Po, na mumra rasti me dëgju dhe një fjalim njërës të presidentës Caj që është legendare si të na Ibrahim Rugova, kësha me thonë. 15 herë ka përmen fjallin e dukem gjatë fjalimit Caj. Na mujna me thonë për fabrikë semikonduktorëve, ushtri, zhvillim ekonomik, po baza, themeli është edukimit cilësor prej masave të tjera. Dhe më thonë që në 10 vjetë sa ka qenë në pushtet, dhe më thonë kjo ka qenë arsyeja kryesore pëse na i njohim Tajvanin edhe në Kosovën këtë botën, për shkak se nuk kemi njohë ma herët, kemi njohë si një ujdhejës që aty me ishull të Kina, po nuk kemi pasë. Veç që kemi logarit që është ofër Kinës edhe... Ma edukem. Edhe që ka merë interesant shumë është për shkak se Tajvani i përballon 2.3 milion sulme kibernetike prej Kinës në bazat ditore. Po sistemin edhe akerat dhe këta i kam bëhegit fort.
Po çka është shumë interesant, që nështë sa mujna me kopju si model kushtrim, është që në shkolla fillore shteti ka filluar dhe industria e teknologjisë me i njoftu në zonësat ku lexohet lajmi, që është bëhet verifikimi burimit, prej ka i verifikohet. Më thonë, orën e parë po fletë që në shambull, e shë na hine, jo, ka dala, hin pak ma fell, mos lexove që artikuj, mos lexove që titull, hin pak ma fell, kush e ka shku, po, a ka emën artikulli, a ka burim të informacionit, nëse ka burim, cili është linku që qanë, a të tërgën Euronews, a në KTV, a kush ka thonë, a shë në video, edhe që është verifikohet një video e bomës me AI ose me deepfake, do me thonë se me pas Kinën, armik është të lashën e madhe, jo 1.5-6 miliard, është ekonomia dytë me e fuqishme në botë, edhe ka ndo menën me asik. Kështu që merë shumë interesant se është një mobilizim i përgjithshëm i kitë popullit për mos me ra prej e fake news, si që shndodhë të na me atë Gjamallin që a bu një vaki para 2 javë në Prishtinë, u shumë u shashtresën prej populli, dojle me lypë për rrugën A, për rrugën B, jo s'pegjenë, do me thonë, shumë shpejt bimë në grep. është që ajo, me shumë gjosën e menoj që ajo, me që po mi përmenë të 10 vjetë, dhe në tash të përmenë të 10 vjetë, po menoj që puna e edukimit, qoftë prej familjes, qoftë më pas edhe prej ose institucionit ku jo më nësët, ose prej institucionet tjera, ose prej mediumeve tjera, ose ndoshta edhe vetë prej aparatit shtetrorit, cili mundet ndonjëherë me mojtë në fushat, vetëdijsuesit që qështë me posë kujdes, ndoshta edhe prej qasjes në telefon, ose SMS-ët që i patën... Definitiv, para 10 dite keqa, po. Na klikojmë shumë, nuk qyrim heq, nuk ruhemi heq, na shpesh fromë, do më thonë, nuk ka, do më thonë, ki nuk shkru të Facebookën një mail, nuk qërë SMS. Po ki plëtsisht drejt, ora informatike që matë për shkolla, nuk është të thonë me matë ishë për profesorit. Na kemi 600 kompani sektorit ICT-s që në Prishtinë, thërën një CEO, një inxinjer në për shkolla, të mali gjerata, deri edhe Valjoni kemi bashkëmu shumë herë, të regojnë që të janë veglat mundësit për me verifiku lajmën ose për nësë me ra prej këtyne. Edhe jemi pak, veni vogël është, po që kepët informata begi shpejt. E keqa, se e mira tani ka njerë edhe për luftuat. Që kjo është ma e veçanta të na. Se na, jove që keq informuhem, po nështë edhe qatë mirë informimin tani, e gjujna të keq informimi. E luftojna ma shumë se keq informimi. është një farë mishmosh i veçant që sui generis, po më duket Kosova është rast i veçant sidomos në media, në portale. Kemi një telefonat, a bëndë që të të tjetër, i ndërumi ose ndëruarja. Përshëndetje. S'pas ka me shku në vikend, kërkon për më duket. S'pas ka me shku. Kërkon. Këthejmi, flasim pak edhe për aktivitetet, ose për synimet, ose për ato bullet points që si vjetë këtë 2026 të ka ICK-ja. Po është dje ose për më duket. Ke me disa takime të high level, nivellit njallë, prej kriministrit në detyrë Kurtit, edhe pashtrendësve të ti. Çka ndodhi? Dje kemi prezentu pasqyrën e ekonomisë digitalit Kosovës, një analizë është bo prej Data4X-it, një kompani që mirët me analizim dhonave, shkencërisht dhonave kredibile në Kosovë, jenë mbledh prej OSK, se prej banka dhe prej krejt, për me të regu paka shumë se ku qëndrojnë, për shkak se kërkush nuk e ka ditë, këtë kemi folë që është sektor në zhvillim e sipër, ka kompani shumë, por kur nuk kemi ditë me folë me numra. Edhe me mëtën data qiko they never lie, numbers, na i kemi nëzirë disa dhona që kemi publiku prej sonte, e tutje kretë javën që vjen, në disa prej fushave. Për shkak që kam rritë me publiku dje është që qarkullimi ekonomisë digitale në Kosovë e arrin 1.9 miliard euro, edhe rritja prej vitit 2021 dhe vitin 2025 ka qenë mesatarisht me 16% në vjetë, që është shumë. Që është një përparësi shumë e madhe, një lajmë tepër i mirë, që shërbimet po eksportohen. Në sektor, për momentin, sa kemi mujtë një nëzirë shpendi Flandra dhe ekipi Data4X-it, janë dikon 47.000 persona që punojnë në sektor, prej tyne janë 7.500 programera, që zote mu ka dok shumë pak, po janë vetëm 7.500. Pjesa tjetër janë jo inxhinier softverit, mu me kom pjesën e call centers edhe shërbimeve tjera. Ditët në do më thonë, qarkullimin eksportin e kemi pas 690 milion vitin e kalum, ose që i bjen dikon 36% e qarkullimit total që e bën Kosova. Big deal. Shumë big deal, edhe që po rritët dita ditës. Kemi nëzirë disa dhona interesante,
për sa e përdorin shqiptarët e Kosovës AI-n, ChatGPT-n e Gemini, na ka dalë që përqindjen më të madhe që përdoret në një veç shtetit është për me bëu detyrat shtëpisë. Dhe më thonë edhe me shkru CV-ja. Dhe më thonë që kjo është një... Edhe CV-n Edhe me shkru CV-n. Dhe më thonë që kjo është një lajm i keq, kisha bujt me thonë, për shkak se nëse krahasoj me qysh përdoret ChatGPT-ja në Serbi edhe në Sloveni, dhe që atje shumica dikon 11% përdoret për me shkru kod, për me kry punë. Për me kry punë. Ndërsa na me i bëu detyrat e shtëpisë. Do të thonë, na e kemi edhe neve në farë punë, po ç'është si më shfrytzu Ferrarin veç në çudit e autolarja ndoshta diçka. Bile shpende dje dhani të mirë si me bleni Bugatti me shtin Kosovë ose me në event tjetër, por nuk i ki rrugë gati edhe nuk i ki pjesë për me ndru. Kështu që na shana ndruhet, po ti tu i ditë dhonat numerikisht, tema se na e ki mundësinë si shtet, si ekonomi me bëu ndërhyrje të veçanta në mënyrë që me ndru qitran për shkak se nuk është mirë. Po çka ka ndodhur, diçka interesant është që e-commerce, do të thonë pagesat online, sidomos kur na kanë liberalizuar vizat, që kena dalë si idiota në për Evropë, i kishim lënë dikon ka 492 milionë euro në vjet pagesa me kartela që kemi bëu jashtë. Do të thonë ajo është parë cash automatikisht e qitën për Kosovës, që zotët s'ka të keq të kthehet ajo në farforme, po që jemi kont moshë dhe kemi marrë shumë rësh atëherë në 2024. Belokoni hajgar thishim i lam dyshet falë s'krejtë se lani e kështë qatë kohë. Se veç një 2 javë na u desh mu sile dhe mu këthym në dyshet falë së shdukër. I lam e njënë të ke lash një 50 sopa në Austri, tjetër të ke vjen, kështë që i qaraveshëm. Për pagesat e autobolave. Po disa rekomandime që na kemi mujtë minëzej për e pasyrës ekonomisë digitale është investimi i kapitalit njerëzor. Për këthejnë atë prezidenti a Tajvanit, Edokem, investimi në infrastrukturë dhe data centers, që po ashtu të nabinë në ndesh me gjendën ekzistuese me furnizim të energjisë elektrike. Data centers kanë shumë rrymë, kështu që na nuk e kemi për momentin lukse dhe gati infrastrukturën për me investu në data centers, po që rekomandohet më kryen talmen, edhe përmirësimi politikave për ndërmarrjet. Do të thonë që to çka e bëjmë na, investimi, fokusi i shtetit, na për atë arsye pa të ndjedhë kryeministrin Kurti tregum çka kemi hek në periudhën e fundit, cilat janë sfida dhe çka duhet me bërë urgjentisht, sidomos në kohën kur ka pak sanksionet për BE-s, o msheli USAID-i, do të thonë disa prej sfidave, cilat na duhet patjetër shteti me intervenu në mënyrë që me na marrë gjallë si komunitet. Mirë, jemi për pak ka fundi, po më intereson me ditë, e thash edhe më herët, me teknologji krejt jeta. Unë e shoh që kena kogja shumë brum, kemi shumë gjeneratat mira. A kemi më fosë edhe më të mira, a duhet mi shkep ndoshta edhe në për shkolla tona publike, në për shkolla fillore, se cilin ndoshta në studenti i ICK-s me dalë me shkepat dijen që e ka marrë prej nivelit tjetër. A ndodh kjo? Po kjo ndodh, zatën na kemi pasë premtime për partive ndryshme politike se do këtë atraktive si temë kodimi në shkolla. Po na kemi thonë që të ngëllon shumë bukur edhe shumë interesant, por në praktikë është vështirë realizueshme. Për shkak se nuk i kush ka me ta marrë qatë kodim, do të thonë. Për çatë arsye ka edhe shkolla private dhe kurse cilat e mojnë, po sidomos me AI, me ChatGPT-n dhe me çdo vegrat e reja, një student mund të mësu bazat e kodimit shlirë në shpe. Natyrisht na kemi programe që i qojnë për shkolla, është programe që kemi pas ICK që Junior Geeks, se kemi do informatat, po generatat e reja sot nuk presin për shkollës me mësu, po mësojnë vetë sanet. 2-13 vjet janë nisë, ka tutoriala në YouTube, në Udemy, në Coursera, që mi trajnime pa pagesë, po edhe klasë tona nisë ku janë bagit mushne, që një farforme edhe plotësojmë qatë zbrastiren që ekziston në treg, edhe japim mundësi njerëzve për më afsu talent ka sa dush, sa kem 2 javë që i morëm 32 medalje në Olimpiadën botërore, më thonë për një shtet i vogël, sa grima, me të marrë 32 medalje në Orlando, me matematikë, me AI, me ketë kategorikë dhe medalje, me krejt, everything. E ta është të mund që kem që të kespej me informatën e pisës, kushtrim. Ta është të, dhe më thonë, 32 nëzonës ati meshin 32 medalje, kënjena veni fundin pisa edhe nuk po flejnë së 2 informata. Dikon është dalash, ja pisa, ja, diçka du të me identifiku, me diagnostifiku, me këshur ko është problemi se me të vërtet janë talenta, ose nësa ja bëhet mënyrë random, do më thonë, pisa i hemë kështot, a këtë zgje studentin për me shku. Me gjithat nuk kemi kesh, ka talenta, nuk mujnë krejt më bo Mark Zuckerberg, Elon Musk, po të paktën nëse 1-2-3 studenta dalë dhe bojnë ndërmarrje qysh është
gjirafa, llaborete të tjerat, atëherë është me të vërtet e rëndësishme për një ekonomi të vogël që Kosova. Edhe në fund, me një status tonin po e përfundojme, ke përmend Dua Lipën atje so ke qenë, sepse po më duket që është le themi për një mend ambasadori, le themi kështu. Është pak ajo është mbretënesh, ajo është mbretënesh. Pe përmendje për shkak se kur je këtu, nuk e vren shumë, nga në përcjell sa në hidhin okej. Po kur je 12.000 kilometra larg, që aty e vren sa ndikim ka ajo pse na njohin njerëz e Kosovës, se shumë kam problem kur shtrim para 10-12 vjetë, më thonë dikuj nga pi Kosovës që në hinë Google Maps mas pare, e kanë hullumtu, e kanë zumirat, dhe Kosovë është e vogël, sa grima, për një me dush me zumirat bëjë shumë. Në momentin që ja bëjshë për shambull, jena të full për shtete si Kambodja, ose Argentina, ose Kili, Dua Lipa, sa një parë, dhe me thonë, e dishin shumë mirë kështë Kosova, për që të dash, kjo është mbretënesh, edhe çka është e rëndësishme është që nuk heziton kur me përmend pikajt është. Do të thonë një pikë Kosovës, do të thonë në stop është edhe do të thonë aktive në aspektin e social media, po që kong të dëgjesh ka të që shkojshe, në hotel, në bare, në kafe, ku do që shkojshe, po edhe që e njohin edhe që shumë në gjë botë. Ashtu që sa ma shumë Dua Lipa. Rita Ora, Dua Lipa, të re, po besoj që kemi me pas, sepse Dua zbashku me shoqe tjera, nuk e di... Unë e thëmë Dua Diplomacy, është definitivisht Dua Diplomacy, është ta mën kështu që nëse nuk kena çka dua, nëse kërkon se ngjojnë, duan e ngjojnë. Definitivisht. Mirë, shpend, faleminderit shumë për këtë informacionet edhe për këtë ndarjen e përvojës, ose sherën e përvojës me neve në studio, edhe po besoj që në zonësat studentët, është tamam koha që në këty dikush u këty për shkollës, ose dikush u konë të shku në drejt mas ditës, e ka po që e kemi një shtek 3 për me shku në Taiwan, me shku me studiu, kushdo që e ka trurin, guximin edhe gatishmërinë me shku atje. Edhe unë jam i gatshëm nëse ka një interesant, më shumë shkujnë në cilën do përjetën sociale, më imi asistu pak, po ne kom një pyetje për ty në fund. Hajde. Qysh pe bojmë qatë logot Fushë Kosovës? Logoja Fushë Kosovës, ChatGPT-ja. Unë e kom bojnë me ChatGPT. Jo, mu më shkrujte Habibim, no, as ditë cili, ke që kena ngrita si qështje të kryetarë, unë s'muj me pa qatë logo. Po Habibi tha që kemi ngri si qështje. Unë nuk kur s'kom ujtë me përdu, se janë ata 2 zëgjë edhe një aeroplan. Edhe gëlleshe shumë interesant, atë pak. Sikur ajo, adin që u kona e herën dreke në gjirën, herë u bejke kuj shedër, pa ka shumë që është jo, pjandrujna. Kena me andru shumë shpejt, me që kena andru edhe kryetari, kena me andru edhe logo. Hajde, pa dyshin, se jëmë bërë shumë vite. Mirë dashur shikues, një shkëputje të shkurtër marketingu, kthehemi përsëri në studio me temën e ditës edhe karikaturën e ditës. Ja ku kthehemi në pjesën e tretë të fundit të emisionit Fix Ko për ditën e sot me tema e ditës, a jeni gati për vikend, po më duket që kam një telefonues. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni, si kaloni me kënd po bisedoj? Po bisedon me Filani. Me Filani, Filan Fisteku, apo? Po. Ka po jam mësyn këtë vikend do Filan Fisteku? Une jam sy këtë vikend tash për momentin të shtëpia e nesër e shtune hala s'kom bu plan. Alo s'ke bo plan, prej cilit ven je nëse mujën e me pak me drejtu ku mund është me shkuti? Prej Prishtinës. Prej Prishtinës, a je interesum për turizm malor, historik, bregdetar, qa do qoftaj? Ma me qëtë kësha shku malor. A mund është mu propozu diçka? Atëherë, lirisht PPS, Prishtinë, Rugov, Kuqisht, ku do dush. Edhe jo bashkë ku do dush, për edhe ku e mbanë gjepi, se s'pe di që është situata financiare. Situata financiare është e mirë. E mirë. E po, ajo është kryesorja. Ajo është shumë e mirë. Faleminderit Filan Fisteku që u inkuadrove. Në mal nuk na vyn para shumë. Po të vynë se duhet një 15 euro, 20 euro, naftës e benzini harxhën dhe shkojsh në Rugov, Kuqisht. Me hongër me piti, qka vetë nuk shkon ti. Faleminderit shumë për shtrim. Faleminderit shumë shëndet, krejt mirat. Ciao. Mirë për ju të tjerëve që vendosni e thash turizm historik, nëse mundim me i thonë kështu, nëse mundim me i thonë se të ftuarin ose kryetarin e Odës Hotelerike, a i tha veç që ka turizm të tillë. Nesër bën 29 vite prej vrasjes së grupit të Llapit në Vushtrin, ndërsa në Orlan, me atë sa kuptova unë dhe po është një tabel njoftimi, bën edhe homazhe, edhe dhurohet gjak vullnetar, edhe mësohet pak a shumë edhe ajo se çfarë ka ndodhur para 29 vitesh ku është vrarë Zahir Pajaziti, Hakizinullah dhe Edmond Hoxha, kështu që kushdo që dëshiron
tjera, nesër po më duket nga ora 9 të mëngjesit veç fillon aktivitetin në Orlan, e më pas edhe në disa pjesë të komunës Podujevës, për këtë situatë, por po besoj që të tjerët keni me vazhdu dikon me shku në vendet tjera edhe në, le të themi kështu, për të vizituar qoftë familjarët apo edhe natyrën e bukur të vendit tonë. Po i marim disa përgjigje që i kemi në Viber të Kohavizionit. Gati jemi bre, veç vikendi nga kamet me na imbajt nervat, me këtë javë qëfar e kalum, tur li lajme. Vikendi po na vjen si shpëtim, kur po pushojmë edhe prej lajmeve. Nuk e ke keq, shumë mirë e ke. Gati, psikologikisht, po gjepi jo fort. Plan s'kam, veç me pushu edhe me pi kafen qetë. Dëboft mirë kafja vikendit, mos pi shumë se rëzik. Po pres vikendin veç me flajt ma gjatë, këtu jam edhe me ty këtë përgjigjë e tretë edhe e fundit, po jo nga rëndësia. Fëmijët po thot janë gati, ne prindrit pak më pak. Normalisht që do duaj ose merë energji me shumë fëmija, se sa jo prindër të dashur të cilët kujdesin e për fëmijët e Republikës, besoj që do t'i kemi gjeneratën dhe brezin e ri, sa më të mirë, sa më të edukuar dhe të arsimuar. Nga këto përgjigje, po e kërkoj karikaturën e ditës, e cila fatkeqësisht lidhet përsëri me shportën e konsumit dhe me shtrejtimin e energjisë elektrike. Jemi përsëri nga ka jo befasuar, por nga ka përplasur me realitetin i cili ndodhë në vendin tonë. Në gjithë shportën e shohim që lirish mundemi me thonë 80% ose hajde 75% të shportës e zë poshtë elektrik apo energjia elektrike thë ndryshe, ndërsa pjesë tjera buka, domatet vet, çokolada, qumshti ndoshta dhe vaje janë pjesë tjera përcjellse, së bashku me një shenjë të euros e cila është me ngjyrë të kuqe. Ngjyra kuqe sigurisht që tregon ose rezervën që kemi mbetur pa para ose shtrejtimin e madh, jo vetëm të faturës së energjisë elektrike, por edhe të gjysandeve përcjellse ose jo përcjellse, po gjërave ushqimore, të cilat pa to nuk është që edhe mundemi me vazhdu ditën ashtu siç duhet. Po shohim të marrim edhe një, nëse mundemi, mos harroni të ndruar shikues. Jemi pak para vikendit, tema është a jeni gati për vikend ose a jeni bërë gati që të kaloni vikendin në ndonjë nga vendet e juaja të preferuara në bazë të atë sa u ambon edhe xhepi, por edhe atë sa keni dëshirë. Po pres të kuptoj se ku ose si do të vazhdoni, përderisa të kemi një telefonues, shohim në ballinën e koha.net-it, një lajm i cili vjen nga intervistimi i zotërit Peci në cilësinë të pandehurit për grantet. E kemi edhe një telefonues. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Si jeni, sa vjeçare je? Përshëndetje. Përshëndetje, po më duket je shumë e mitur për të i kuadruar. Tit. Mirë po, pyetja ishte ndoshta edhe për të rit, edhe për të rejat, edhe për të më të veçlit, sepse ndoshta më të veçlit për mes fiks në kohë munden me i bo kërkesë babait ose nënës që me i dërgu dikun tjetër kudo që ata kanë dëshirë. Isha duke thënë që Peci që ka intervistuar në cilësinë të pandehurit për grantet në Ministrinë e Bujqësisë, dyshimet për keqpërdorim në tenderin 400.000 euro është arrestuar kryeshefi i Eko Regionit. Një titull tjetër, kur ti kemi nevojë për bashkëpunim me opozitën për presidentin, sepse ne kemi interesim, e kemi një titull në koha.net, ndërsa edhe një lajm tjetër vjen nga zgjedhjet e vitit 2025, prokuroria ka autorizuar policinë të nisë hetimet edhe për votat në Opiliq. Me të vërtet një sag shumë e famshme ndodhi nga Prizreni, tashmë po e shohim që kjo epidemi që ka dalë edhe në vende tjera, gjithsesi në komuna tjera, pikërisht në këtë komunë ishte një hap për të vlerësuar, me atë sa lexova dhe kuptova, kryetari i komunës së Opiliqit ka dhuruar veturën e tij zyrtare për OVL-n e UÇK-s në komunën e Opiliqit, komunën të cilën ai e udhëheq. Një muaj pas zgjedhjeve hapet rruga për kuvent të ri, e kemi një
një titull tjetër në koha.net, i cili tregon që zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve presin që procesi të përmbyllet në orët e pasdites, rrjedhimisht pas këtij procesi hapet rruga për shpalljen e zgjedhjeve përfundimtare nga KQZ-ja, e pas kësaj do të rrjedhin afatet e ankesave që në total mund të zgjasin deri në 13 ditë. Ditë më parë zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi pati thënë se procesi i rinumërimit i heq të gjitha dilemat që i përket të rezultateve dhe kjo mund të zvogëlojë nevojën për ankesa. Megjithatë, pasi përsëritur se KQZ-ja duhet i pres afatet për paraqitjen dhe shqyrtimin e ankesave para certifikimit dhe përmbylljes së procesit zgjedhor. Ishte një javë e këndshme të dashur shikues, po besoj që keni kalu mirë edhe keni kuptu edhe gjëra të reja, prej të hanës deri prandë kemi pas mysafir të ftuar të shumt edhe tema të shumta të cilat me të vërtet po mendoj që ja ka vlerë edhe për të diskutuar, e se kryesorja ishte ajo e ditës së tjeshme ku KESCO kërkoi rritje të çmimit të energjisë elektrike ose të faturës për 21.4%, edhe një herë në ekranet e juaja e keni atë problematikën kryesore të këtij vendi, definitivisht shporta e cila mezi mbushet shkaku i energjisë elektrike, çmimit të lartë të saj, por nuk mundemi me anashkollu edhe çmimet e gjërave ushqimore të cilat janë edhe më tutje në goxha të larta, edhe më tutje banorët e Republikës Kosovës e paguajnë 60 cent, 70 cent një bukë e cila u shtrejtua, ju kujtohet për çka u shtrejtua, për shkak të asaj se çfarë ndodhi në Ukrainë, mirë po nuk u lirua kurrë, u shtrejtua nafta, nuk u lirua ose u lirua pak e hiç, sa i përket edhe çmimit të avan, u shtrejtuan çmimet e biletave të autobusit, të taksive ilegale, të me të vërtetë u shtrejtuan shumë gjëra, por nuk u rrit paga, nuk u rrit mirëqenia për qytetarët e Republikës, me shpresën që vikendit kaloj jashtëzakonisht mirë dhe me energji pozitive, më pozitive se sa fundi i këtij emisioni. Unë po ju përshëndes edhe po ju dëshiroj vikend të mbarë, të mirë, qoftë në gjirin familjar, qoftë tek shokët dhe shoqet, apo pse jo edhe në udhëtimet të cilat mundeni me i bë në bazë të veprimtarisë juaj. Ju falenderoj shumë që ishit së bashku prej të hanës deri të premten, prej orës 16 deri në 16:45 çdo ditë me mua. Kënaqësia është padyshim e imja, po besoj edhe juaj. A shihemi të hanën edhe me një javë të re, me mysafir, me tema dhe me shumë çka tjetër që e dim të sjellim këtu në Koha Vizion. Ju vazhdoni të qëndroni me emisione tjera, e vazhdoni që të qëndroni edhe me Koha Vizionin. Shihemi të hanën.